Edmond Llojçi do të mbetet në burg përjetësisht. Është gjykata e apelit ajo e cila të hënën i avërtetoi dënimin të akuzuarit për vrasjen e gruas së tij më 16/04/2024 në Pejë. Kolegji gjykues vlerëson se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë ka vendosur kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor, pasi që nuk ekzistojnë rrethana që përjashtojnë të akuzuarin nga përgjegjësia penale, si dhe ndjekja penale. Llojçi ishte dënuar nga gjykata e Pejës me burgim të përjetshëm më 27/12/2024, pasi i njëjti kishte pranuar fajësinë lidhur me këtë rast. Sipas komunikatës së prokurorisë, Edmond Llojçi më 16/04/2024, rreth orës 8 të mëngjesit, në banesën e tij në Pejë ka privuar nga jeta me armë zjarri bashkëshorten e tij, viktimën Gjulieta Ukella. Këtë veprim sipas organit të ndjekjes i akuzuari e ka ndërmarrë për shkak të problemeve të vazhdueshme që i njëjti kishte pasur me viktimën, duke i ushtruar dhunë psikologjike dhe fizike më herët. Shënjestër.net